vlerësuan, por arsyeja pse shkuam në zgjedhje ishte apetiti në radhë par apetiti i dy subjekteve më të mëdha opozitare politike në Kosovë. E Partisë Demokratike të Kosovës dhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës, natyrisht, më pastaj edhe aftësia e shfrytëzimit të çdo vakumi dhe paqartësie politike në Kosovë, të cilën e posedon dhe e ka në kapacitetet e plota zoti Kurti. Zoti Kurti vepron jashtëzakonisht me inteligjencë të lartë në situatat kur paqartësia është mjaft e madhe. Për shikimin tim, shkurja në zgjedhje ka një emërues. Është Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që të dyja kanë llogaritur në dy situata të ndryshme, e që rrjedhimisht në formë gati paradoksale, zonja Osmanit del kësaj radhe të jetë edhe a do të i rëndësishëm për Partinë Demokratike të Kosovës me shpresën që do të fitoj vota më tepër. Sepse Partia Demokratike e Kosovës ka llogaritur që me kthimin e zonjës Osmanit në politik do të dëmtohet zoti Kurti ose vetëvendosi. Ato vota, kudo që të shkojnë, me dëmtimin e lëvizjes vetëvendose do të krijohet nevoja që për krijim të institucioneve të bashkëqeverisit. Dhe rrjedhimisht e ka parë vetes që mund të jetë faktor shumë i rëndësishëm. Ky është elementi i moral, por edhe politik që mund të përkthehej me lirimin e zotit Hashim Thaçi, Katri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Katër këto figura do të ishin shumë të rëndësishme për atë emocionin politik në Kosovë. Natyrisht, përfituesit më të mëdhenj do të ishin Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje. Por Partia Demokratike e Kosovës, duke i pas dy lideret e saj historik atje, vlerësonte se ky do të ishte